kur të vish Kosovë, apo dojnë ma shumë familja burrit, a familja e jote? Këtë në Kosovë? Po? Jetë burrit. Pse? Se më dojnë se i T'ja mosh gushën. Wallahi naltan me majt, vjerat ma vjerë maj. Bash, edhe unë e kam një djallë, veç s'kur shpresoj reja më mdash si nanë. Qka të pas kanë qenë? E ka burri vetë, të ka dalë shka ke full para kamerës. Jo, e kam burrin shumë të mirë edhe nuk thët, veç thët qysh donë të besoj që 1000 e të naltë, besoj. 1000 e të naltë, sa dje? Po, unë jam Ardjana. Mos më ty që jemi e re. Jo, me Poison. E kjo tjetra? Ato në qika. A dhe ti qika, po hajde më shka je dati vesh të zërë, kjo me qikën e ka afru e rejen e ka largu. Ngam, ku jetoni? Në Gjermani. Ha, kjo vallaj perimet tipike Gjermane, je martu me? Jo. Pretë se ty ta gjojna një burë. Je martu me? Po, jam e martu me. E pas ke hangër. Allah hile am kalzan. Amo drejt? Drejt. Kur të vish Kosovë, apo dojnë ma shumë familja burrit, a familja e jote? Këtë në Kosovë? Po? Jetë burrit. Pse? Se më dojnë se i T'ja mosh gushën. Dishka ko që ashtu. Koferin, e qelte motrat e të vllaznia, apo e qelte familja burrit? Tas njona. Pse? E qelin shpitam. Po shpitojnë, pa a vinë, mas pari vinë vllaznia burrit, më ti marrë qokoladat. Ja, im shefi. A i shepër të nonë. E ka i tje me opqin? E Barilevës. Shire kështë Barileva torë. Shire tja Barileva bashkë autobosa. Bashkë autobosa. Këtë ka kanë familje mave. A burrin e ke gjetë vetë, apo të ka gjetë prind? Jo, vetë kam gjetë, po normal kom pas qef me pëlqimin e prindve, se kështu mas mirë të kur janë 2 partë në pëlqim, tani edhe prindi. Që sa je martu? Që 6 vite. Që 6 vite? Po. O zotë, sa mirë të folë. Jeton në Gjermani edhe t'ja po në Kosovë. Jo, jetoj në Tash Gjermani. mos jetën edhe të në Barilevë. Jo, i kom pas 8 muj kur kemi shku në Gjermani. Okej. Me mame gjithë mund ka pas dëshirë me full. Burrin e ke marrë pi Kosovës? Jo, dhe e ka lind në Gjermani, e kështë që ditë shqiptar edhe jetojmë A atje. jetoni me familjet burrit bashkë, apo jeni ndavisht e burri? Vetëm unë e burri. E do vjerën, normal që e do si musafir për 2 ditë. Ti për e do. Normal e ti për ata e do. A e ke dosh të vjerën tonë, a më ka zë drejt. Pak. E di? E nonën tonë e shumë. A bëhat vjera si nona? Jo. Kur? Kur? Më respektohet, a më dash nuk duhet. Ve vërtet është. O vallahi naltan me majt, vjerat ma vjerë maj. Bash, edhe unë e kam një djallë, veç s'kur shpresoj reja më mdash si nanë. Qka të pas kanë qetë? Sa vjeqara djalli? 25. A ka gjetë nuse? Ale, jo. Kënaço sa je që taj. Po thua. Qa dhe që ta martejsh djallin? A vina të në zëtit lashnë. A kimi a gjetë nusën te? Valaj, nashti unë e veç edhe vetë. Qysh kime gjetë, qysh e don një re më kanë për djallin tanë? Kam dëshirë me kanë e shkollune, kam dëshirë me kanë... A ki qef me nejt ajo që shto, si të flutëru? Si të flutëru normal, se veç një djallë. Edhe vërtet. A ki qef më t'i vesh nusja 10.000? Dvetat, apo? Dvetat tua, përre. Sa alo si ke gjujta. Më vesh nusja me 10.000 për festa dhe më thonë, oj, hanë më nana, a më një qu. Jo, kam qef. Seriozir, jo më që ato qiri gjështo si flutra, ato veshën. Po, kam qef më vesh, mirë po s'ja detyroj pa tjetër. E me qute motrat, të vladnja me Barilev, e me ta hipnosën në autobus për mas. O, vallaj, që ata, po të garantoj, që shatë të sunë kime hypë kërë, ani ma me 10.000. O, valldash të ndarë së me qënë. Ma se hype. Vallahi së në hypë. Po se ty ne jam. O, vallaj, e jetë A nusja s'dana? Nusja, ani të të nënë,
prit hypti se unë po vi me djalin tan, po vi unë me burrin tem, po vi se kena kerrin me krim e tutna që po shklovna e na keshin, se barilet janë të përkesh. Mire ki e ndodhë që dhe Janë, e di. ku për delke. Qysh se di, ai barileva kena o tho. Po të ngrici nga pak. Qashtë është. Seriozisht, a ki qef me bo dasëm për djallë? Kam qef me bo dasëm mesatare, jo shumë që po bojnë. Vllaja, kam qef tradicionalet, si të me pash. Me kana gjegje, me na të dasëm. Edhe në shpe, kam qef, po, seriozisht, në barë. inshallah mëre zot, ta bje zotin i nuse, po ta tha me loqkën e zemrës, se unë e vet jam hasret. Edhe e di, edhe një djale kam, edhe e di çka do me thonë me pas një fëmi hasret edhe me martu, edhe najna 3 fëmi, edhe unë i kam 2 motra e vet jam hasret, veç atë thom diçka, pasha zotin, inshallah mëre zot e merr një re, që ti plotson krejt dëshirat. Qysh ki qëfti? Se sot rejat e sotit ti i thu, nuse po bojna kana gjëgja e thot, vallahi ja, se s'po moj se dili, jam alergji pi e lekitarit, ti këmishës dret. A ke bo këmish dret nime, a i kjeru i tamën? Të mija ta? Po. Jo si ka me që kom pas. E ku i ki? Janë. I ka gjojt, si ka dasht kore. Tani thot e jam i vish. I kom arru në Kosovë dhe më kanë hup. A ti pas kanë vjetë konata. Diçka që është të Wallahi, po, se konata ti ke pas vjetë cakë. E ka i t'keve në Kosovë? Prishtinës. Bashe Prishtinës, a? Në Kosovë, dhe më thonë, je me familje të burrit, je në Prishtinë. Prishtinë. Valla këtë të Prishtinës, vedhin. Dukatin ata kanë marrë, Ska mes, që i ke pas lënë këto kejt. E ti pas kanë pas marrë konatat. I pasha do konatat tua veç të argjentari rishë. Mas shumë ti mu ka dhim 5 lirë që ma kanë shqitë. Konata jote këse na kina bli. E disha. Mësoni konata jote i ka pas në këte kuqe. Jo rujtë zoti, qëfar mesazhi i kështë dhanë gjitha ti me nanav që dojnë me martu kësaj vere djallë? Me fate, me jetë gjatë, inshallah, e s'ja u bojnë dertin kur. Je martu me dasëm? Po, vetëm familja ime dhe familja e burrit, se kemi pas... Dasmën që e pas ke ba, bajna ditë lindjen e bajna 2 familje, e thirrni 6. Jo, po, se kom pa në arsyeshme të harxojmë aq pare. Këshire këshire me hargjit fare. Po ma mirë është me investu në diçka tjetër, jo po me investu me blej diçka tjetër. Me shka mirë është, ekonomiste je me profesion? Me financa. Seriozisht? Vallaj nga shka për të thamë. E ljomaja familja burrit që të paskan. Faleminderit shumë. A kanë bo familja burrit që 60 vjetë pasoni sa me punu 13 vjetë? Qashtë? Po. Ajte po, kër e merë nusën në ekonomi, qërë shka të dhenë, thujnë, nusja zoj, burrit ban zoj, burrit ban toj. Nusja me pru burri me kamion, nusja i hup për bire gjilpanës. Qashtë është. E burri kur zbje heq nusja për bire gjilpanës i shtie dhe e ban shpi. Qashtë është. Qështo? E vërtet, qashtë është. Bravo të ko. A ke pas bo qesë kështu jo, se s'ke pas nevoj? Jo. A fe din qka është? Po, aty në grove që i kanë gjitë, po jo shku me marë nusën. Tentenja kerit nusës, e kerit dyte, kerit trete, mindila, nipjet. E di krejt, di po jo si kom. A je vesh ta her me dimja? Po, A ka pas që vjera jo të më të pa me dimja, apo je vesh vetë që ka desh nana? Jo, po i kom vesh në Kanagjeq, edhe ditë grave, dhe masanej s'm ka rama në Kosovë mi vesh. A i ke ble vetë, apo ti ka ble familja burrit? Po, familja burrit i Se ka parat e ble. tua pse mi hargjit, mire? Po më thani, po i përgjith, po ka pas qef ata. Nesër e marton vlavin, go mirë. Po. Qka kimi qitë bakshesh? Vla, që ka vlavi emrin? Muhamet. Muhamet, inshallah bat një qytet prej teje. Qka ka më qitë motra nëse martohesh? Ka zë drejt? Qëre, unë nuk e di deri në atë kohë si kam punë financiare. Dhe nësja pi që ta i daj. Qytash do. Jo, daj. E pjanons ka 1.000 franga, ka 1.000 franga, desa të ban 70.000 franga dhe ja. Mas mire e pës vlon, që apo dan? Apo dan dukat për gruan? Jo, apo dan... vëllë, tha 3 kg dukat edhe një Ferrari. Jo, ta në shkoj dika tjetër. Pare besoj e që i fale. Pare, vlera pi 100 vetë deri sa.
E di që motra e ka zemrën e madhe, mundet me pa 1 milion euro. Janë gjithë do pare ma Po tu m'janë nxirë edhe dhone që ashtu, po e ka burri vetë, thot ka dalë shka ke full para kamerës. Jo, e kam borën shumë të mirë edhe nuk thet, veç thet qysh don ti, besoj që 1.000 e të nalt, besoj. 1.000 e të nalt. Po. A kemi ja pagu restorantin nëse martohet vllave? Jo. Jo. A kemi pagu natën e dasmës për hatër të nanës të vllavet? Po nëse nana dëshiron, Ti kemi pagu? I jep skra. Nga shapo tam 600 vjet kina marrë natën e dasmës. O po, mos harroni. E ti e bash me shnesë 3.000 euro kime pagu dhe i 5.000 euro kime pagu të restorantin shpe. Faleminderit. Pushimi i fitus shumë. Jo vëlla, desh po nësja piqetash ti taj, kursimet e vllavit. Duhet se i tash. Juve ju ruj zoti e faleminderit sepse unë tash do me shku te një çik tjetër e cila ka me pyet diçka shumë interesant. E çka do të jetë, rrini me neve sepse të dashur miq, gjërat e mira i sillin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.